Janë publikuar pamjet nga momenti i vrasjes së 14 vjeçarit Martin Cani në shkollën Fanoli. Në pamjet e siguruara nga gazetari Eraldo Harlicaj, shihen qartë Martini dhe Mario, që u prind shokëve dhe shkojnë për t'u sqaruar tek vendi ku edhe ndodhi vrasja. Në pamjet filmike, vetëm pas disa sekondash shihet duke ikur Martini, që vrapon duke mbajtur dorën në kraharor pasi ishte qelluar. Më pas është edhe Mario Përleshaj, që mban vetëm një thik dhe vrapon disa sekonda vetëm për t'u rikthyer sërish, pasi ka rënë këpucat e vendi krimit dhe shkon të arimar. Gazetari Harlicaj thekson se referuar deklarimeve në gjyq, sipas të miturve ka qenë një nga djemtë e tjerë, ai që ka goditur i pari Mario në hund. Më pas sheri ka agravuar, duke i marrë jetën Martinin dhe duke plagosur Luisin. Luisi në seancën gjyqësore i qëndroni des se kanë qenë dy persona që kanë goditur me thik, duke kërkuar rihetim të gjithë ngjarjes. Po ashtu, avokati Marios ka mbështetur deklaratën e Luisit, duke ngritur alibin se nuk ka qenë ai personi që ka qelluar Martinin.